Vllaveshim thoqit 30.000 euro në mujt pension. Veç ngone, edhe që ta njeva sot, kur se kisha një dhe sot. Pensionin nga një thoqe sot, syni i para pensionune Byro Kosovar si vërime. 980 euro të ko ditën. 29.400 euro ko mujnë pension dhe se në ushtar, i u që kësë. Ta konis në shtavet ose në invalid, që ti ta ko 300 euro. Të thotë ka dojete, ti 300 euro ki pension në jurë, që i bëpë në trup, a e zotërire ko ditën 980 euro. Krejtë në falë, veç e gjusë minuti, krejtë të beteja, krejtë të shkrime, krejtë të rëzicit, i baj për juve. Kur ka dasht i modhe zëtë, ekonomikisht i kam të anë. Mirë po i baj për juve, pse? Unë dhimne, në shfarë situati në këmë shurtimë, dhe sot, I need 30.000 euro në mujtë vllaveshim, thoshit pension. Rrogën e se dje sa ka posaj, rrogën e pas ka pos 200.000, se për mi marrë 30.000 pension, kë rrogën e pas ka pos 300.000. E se dje sa, nëse ka marrë vetë sa ka dashtë, din se vllaveshimi ta kon. Jo, na kitë Kosova kena punu prashim, sa i na ka shliru e na ka ecë, shteti ka ecë për para burë. A pe 2008-ës dhe ke liberalizimin e vizave, tamna ti pat liruaja, din. Kosovën e pas shtin NATO, Kosovën e pas shtin Bashkimin Evropiane, tamna ta i kreti ka pas kryja, din. Normal që këj vllavetina do të me marrë tash 30.000. Opozit, për që punë, pople votën Albinin, jo për të tërsen. A është kjo normale 30.000 euro me pas në mujt pension? Ku është një njeri pa shkollë, se të kësh pas shkollë nashtë, adin, edhe në pe jap dorën burë. Të shkon Recep Sabeli që ka shkru një 2.000 libra, 3.000, e që di e sojga. A ma një njeri me klastet, me marrë gjitha të pare, edhe dalin këta për dykës, në akuzoj neve, se na, popli ka faj që s'pe votën për dykë, në hajna. Jo, popli s'ka faj, fajtë jo i keni që s'keni lanë sen pa vija Kosovën. Edhe zalin ja keni vjedhë. E sot dilni na shani, jo mërgata nena, jo mërgata knena, kur e nin këta të... është merë burë, për beso atë merë është. Shurën gënë është ka thetë për mërgatin. Po, kanë qëtë besim s'ma marrë për me Serbisë. Në falë, kjo shumë e ronë. Pata që të monë, këtojna? Shumë keqë. Kanë besim me udhëtunë për Serbi. Kanë besim. Kanë besim, nuk tutën me udhëtunë për Serbi. Sa qytetarët Kosovës guzojnë sot me udhëtunë për Serbi. Krejt. Jo, s'është e vërtit. Nuk është e vërtit. Nuk është e vërtit. Pa e thonë që to duhet li thonë të sene. Po, ata... Shërë këta pisat e klam Sërbijes, për vaqicat, që ditë e natë vjellën vënerë kundra Albinit, kundra Mërgatës, kundra popullit. Jo, Albini e përqajti popullin, Albini së përqajti kërkan, Albini ka marrë 57% vota shqiptari ka marrë. Na jena në regull, na 57% na jena në regull, tash, në qëse na po deshka me ndru për juve, hojna, e për vaqicat e klan Kosovës, e për PDK-n, e për LDK-n, që me votu, pse ju për dëni, edhe nesër me orën për shtete me na vjedh prap, ja që ato s'muna me pranuna. As Margat, as Han, as Dil, as Qil, as nuk ka kush që ta pranan ato. Mësara, s'munet. Jo, kur qysh aje nuk bëhet. Unë e votoj për ato që ma mërmenja, me votu që është maj miri. Nuk votoj për hatër Berat Buzhalës, e këtina Pacharizit e atina tjetër, që janë pagun drejt për Sërbijës, që 5 vjetë burë kur një fjallë mirë nuk e folën për Kosovën, që 5 vjetë kur një sen e mirë nuk u bonë Kosovë, veç keq për këta. 17% teritorit Kosovës e kthejnë në Kosovë, për këta unë keq. Po qysh bre gjithë keq?
i rriti pensionet keq, ju dha pore fëmijëve keq, ju dha plesve keq, ju përjep studentav keq, i nali tablat, apet Albini keq, e nali Vučićin mos me ardhë, se kur ishi jo në opozit Vučić vike 3 herë në javë vike, në papuqe kur dojt ke vike. Ta nali referendumin keq, ti nali ato bondat e Veriut tash e ka shliru në fonten kryt, atje ti përzumni e ti që në Serbi keq. Po jo hojna, qka për dëni ma mirë borë. Beli njëherë që 5 vjeta kështë e thonë një fjallë. E këtu shijet jo hojna, ju Pevačica e Kukavica qene, opozit bashkë me këta, që një të njejtë, qasi shkule, qasi mutini, nuk s'moni ju me konë ma ndryshe. Mërgoza ka ardhë në... Sot ako me a gjuqë të media, a ligjikët, soqet, mi kry, a bonat presionin si Albin Kurti, si Peci, si kë, ashtë të mëjtë tja. Se bojnë presionin me a gjujtë. Jo shumë mirë për dini që krejt mediat ju kini gjumë shpinë. Po Albini shka ko një të mirë që ajë nuk porët për juve heqë. A dinaj si ju logarita si qenë juve të media. Ata ka shumë të fort Albini që as si kuder nuk ju logarit juve. As si Zagarica si ju logarit juve. A i pej katit 7 me nërë me thonë ju pëshorë. Për që ataj nuk ka presion. A i bon presionin sa a i din, kur je njeri pasër, gjithë shka mund është me bajtë. Se je i pasër, nuk i ke vjetë shtetin, se ke mashtru shtetin, se ke tratu shtetin, edhe u kry puna. Ti mund është tani me do në televizor me thonë shka dush, ama kërësore që Albini është i pasër. Nuk më një opozitës me thonë, këshore të shpëdalin, 30.000 euro penzion të lave ashtim thosit. Tash, 30.000 euro me pas, kryetari i Francës rrogën e ka 22.000 euro. Tash logarit, kryetari i Francës 22.000 euro e ka rrogën mujore, edhe i ka gjatë 5 milion banor. Vlave ashtim thoqet 30.000. Kjo është masakër është. Besoni që është masakër. Kjo është hajni e pasërbe, po na s'kem as shtet, as gjykat, as prokuror, as kur gjohë, se do të me zonë, me lirë, ka një, këta njerës, këta farhojna. Këtë benin burge kanë. Që shko mësive 30.000 euro me marrë njëri? Mos për marrok matematika, një njeri thjesht me marrë 30.000 euro penzion. Hajde roga për dhe qysh të ka pënu, ama penzion qysh? Nuk shkën bre kështu. Valla jo, veç nejse, rezultati po kalzën, 52% Albini. Që kjo është rezultati që juve ju sakatën, ju qmantën, edhe ju tash kani e bojnë si Kukavica në për shdo televizion Albini ka fajt. Jo, Albini ka fajt, normal që ju ka shkatru juve, Albini ka fajt. Pa Albini nuk i ka fajt për popullin, që Albini është shumë mirë me popullin. Ama pëse Albini ka fajt që ju ka shkatru juve, ju ka qitë në dygojt, pa, jam dakord me juve. Po inshallah i qëtë hala ma shumë, që kur jo ditën e juve mës me pa. Nese, se në ashta pak e të pruva, ju përshëndes kaloni mirë gjithë deri në video në ashme.